kuj do t'i futemi vënqe? Kuj do t'i futemi vënqe? Do t'i futemi vënqe patinave, patinatorve, patinave, shtetit, ligjit, gjithve. Është e zauruar kjo temë, qa do bëjmë tjetër? Jo, atëre kjo temë është e zauruar, po regullat për këtë temë. Po pra, sepse, qa bën këta? I kapën, i mblodhën, sikur qa gjetën, e kupton, sikur i gjetën në përmullar, aty në përrrug ishin, nëna e iku goja mbrapa ne me Fatmirin, sa emisione kemi bërë në Fatmir, pa fund. Edhe tani, s'ka, mjeti pa zot thanë, ajti mbledhim, ajti heqim qafe. Regula tani. Qa regula? Në studio, me të mrekullueshmi Fatmir Asho, falemderit që jeni mik e emisionit Barazi, që nga viti Falemderit juve. Eksperti i kësaj pune, edhe njëna persona që ka folë më shumë, por nuk është se ka thënë që t'i iqen, po ka thënë që të vjen me kujdes. Pa i do i thot vetë mendimet e tij, kështu që unë nuk ndëry. Diktet, në miq më të dashur të studios Bardhazi, Gerard Baka, ai s'ka nguruar kur ta thot mendimin e tij në kulmin e debateve Bardhazisë, siç e dini, emisioni Bardhazi nuk është për vogëlusha, është emision luftarak. Dhe Gerardi gjithmonë ka qenë në këtë emision, faleminderit. Dhe sëri po të vazhdoj të jenë luftarak. Po, vazhdojnë të jesh luftarak, po e pam. Vjen për herë të parë në studion ton Gentian Sejrani, ai është jurist, është aktivist shoqëror. Unë e kam shumë qejf që të rinjt që duan që t'japin më shumë atë të vinë të promovohen dhe të jenë në studion Bardhazi. Kjo studio ka qenë e hapur gjithmonë. Dhe nuk mungon në studion Bardhazi ajo torta me gjithë qershin bashkë. Arviz Vjerdha, mikun e dashur, ai ka një defekt të vetëm që po erdhi një gjë për të thënë, do e thot, vlla, edhe sikur të ketë një mal sa i dajtit apo Tarabosh quhet ai? Po, sa i Taraboshit. Tani, kur na u bën këto monopatinat armike se deri dje shikonim të madh, të vogël, po i kishte bashkia, debutet, ministra, kishte ministra apo jo, kishte kryetar bashkie. Po flas vetëm se kam pas eksperienca të hidhura me këto monopatinat me fjalë dhe është ba zakon me fjalë partitë politike nuk njeriut i gjejnë një punë. Nuk i gjejnë punës njeriun. Dhe kjo ndodh kur vin këto që s'dinë se çfarë me bë dhe thot po bëj një revolucion, po mbledh i thot monopatinat, a kupton? Jo, dëgjoj, që ishte që ishte lëvizje me vend dhe u bë pak e vonuar se ata të Prit minutë, lëvizje me vend. Tani ka njerëz të moshë time tanën zotërisë që shkojnë punë me monopatin. Ajo është lëvizje totalisht pa vend. Po çfarë shkonin më përpara arbis? Po me bicikleta kanë shkuar shkretit. Po ti me bicikleta so arbis është më healthy. Problemi janë kalamajt, nuk janë të rriturit faktikisht. Kalamajt bajnë gjoja dhe si amerikan, vajnë edhe kufjet, nuk i din rregullat e rrugës, dhe ecin me monopatin, të futen në goma, ti shkon në burg, ai kjo është e vërtetë. Por që unë nuk kam mundësi ta blej një motor në një makinë, kupton? Ose e kam makinën, po nuk më del që ta mbaj makinën, unë shkoj me monopatin dhe shkoj shumë rahat. Dashur, ato janë bërë, e di pse i ka bërë Kina ato për të lëvizur brenda magazinave. Po Kina ti kin blej për çfarë? Si shkon merre dhe del në mes të rrugës ti tani. Por tani unë tani kam shpinë. Kemi më një debati që për mendimin tim është shterrur. Problemi personal. Unë kam shpinë në te komuna Parisit. Ajo do ta kisha punën këtu ke ju. Vjet dot me bicikletë shkohet ditë për ditë. Jo, me monopatinë ke makullaj. Ndërsa kalamani jo, kalamani do futet në gomë, se nuk i din rregullat e qarkullimit rrugor. Pra ti edhe pro dhe jo. Jo, nuk jam pro dhe jo, vetëm për kalamajt i kisha zhduk totalisht. Atëherë jo. Atëherë. Asha, po. Ta ndihmoj pak? Po patjetër. Po. Unë jam ndoshta personi i vetëm që para 2 vjetëve kam luftuar fort që të ndalohesh një ditë bile në këtë lloj forme. Pra siç u ndaluan menjëherë të mos qarkulloj. Pse për të rriturit? Absolutisht. Kam 2 vjet. Pse për të rriturit tani? Një minutë, të lutem. Të mbaroj logjikën pse. Pse kam qenë unë? Duke qenë se jam marrë me aksidentet rrugore që nga viti 2000 dhe si ekspert dhe për sigurinë rrugore, nga viti 2021 që këto filluan të hynin në qarkullimin ton, në kohën e të famshme të pandemi, që filluan të ndihmonin pak lëvizjen, sepse ishin ca mjete të cilat të vogla, të padukshme, dhe nga që makinat u ndaluan e tjera, filluan nga 2021-shi ajo fillestarja, dhe deri më sot ishin bërë një problem të cilin nuk ishte drejtues mjeti, nuk ishte këmbësor në trotuar, nuk ishte policë rrugor që nuk kontaktonte minimalisht 30 dhe 50 raste në ditë. Ta mbaroj. Po? Vendosim një rregull tu në emision? Që? Heqim pak telefonat, se ka rregull kjo emision. Ashtu. Vetëm unë kam të drejta mbaj dhe policia. Okej. Jo. Unë kam madhë se kam madhë. Jo. Nuk ka problem. Pra, ideja ishte, dhe unë kur ndërhyra pikërisht sepse u bën shumë të rrezikshëm. Pasi, nuk njihnin asnjë lloj rregullit qarkullimit rrugor. Estin ku të kishin qejf dhe mbi të gjitha
Dua ta mbështes zotrin tek ajo pjesa e fëmijëve. Para 3 ditësh, kur dëgjova që do bëhesh një protest me Demek, para policisë për këtë ndërhyrje, unë i thash, ju lutem, mos harroni të merrni fëmijët me vete, ata që bënin spektakël me monopatina. Tani Gerardi, po, Seriani pasaj. Thjesht për ndërhyrje. Vendosë rregullin. Do heqim telefonat. Nuk bllokove telefonat. Vendosë rregullin, po nuk bllokove telefonat. Dhe qytetarët janë të gatshëm. Kastile e bëra për ta provokuar. Nuk e Kastile. Vendoset po ja të gjithë në rënd dakord. I futëm telefonat në përgjepa se u vendos një rregull. Po ama nëse do kisha ardhur na kisha marrë telefonin, unë do reagoja. Me çdo drejt më merr telefonin. Te kjo një rregull. Shumë drejt. Te kjo jam 100% me ju. Plotësisht me ju. Pa diskutim fare. Pa diskutim fare. Cili ishte rregulli që u shkel nga qytetarët? Ta nisim nga Zanafilla. Po letash se s'do shterim një debat që e kanë bërë. Jo, nga e hëna flas. Zanafillet të hënës. Jo më përpara e kemi ezauruar, janë dhënë ato verdiktet e ekspertëve. Pra, pro, kundra. Tani jemi çfarë do bëhet jemi këtu te pjesa e nisim nga e hëna. Jepet një urdhër. I drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit. Ka qenë ditë diele konsultimi dhe urdhri ka dalë ditë të hëna. Dhe arsyeja, siguria rrugore, siguria e qytetarëve. Dhe lidhur me këtë siguri, merret vendimi që të pezullohet për një periudhë të pacaktuar lëvizja një kategorie mjetësh në rrugë. Është atributi policisë së shtetit, atributi i endit pronar të rrugës, që për një arsye madhore të bëj ndalim, pezullim dhe mos lejim të lëvizjes të një kategorie, të disa kategorive, mjetësh, personash, apo për arsye të ndryshme për çështje sigurie. Okej, i teket ministrit nuk do lëvizin ato që janë me karrige me rrota. Dhe njerëzit me kapele. Ose po. Jo, nuk me kapele nuk do lëvizin sepse janë Tani në rast se kanë sinjalizim, më fal. Në rast se ka sinjalizim nga instancat ligjzbatuese. 991 aksidente të regjistruara vetëm me monopatin. Nuk është normale. Jemi dakord, pra nuk po themi që nuk duam sigurinë rrugore. Nuk po themi duam sigurinë rrugore, sigurinë e jetës, sigurinë e pronës nga policia e shtetit, se për këtë punë janë institucionet. Por ama ka një legjislacion, ka ca rregulla, ka ca ligje që duhet të respektohen. Për aq kohë sa ne kemi një ligj që del urdhër, se është urdhër i drejtorit përgjithshëm policisë shtetit. Ka dalë udhëzimi, është edhe në fletore zyrtare, po ka udhëzim. Cili udhëzim? Ka udhëzim. Cili është udhëzimi? Është udhëzimi, më lejoni të hap celularin. Po patjetër, për udhëzimi po. Do ta shkelim rregullin vetëm ta hapësh celularin. Do të diskutohet me grupet e interesit. Po pyes sepse edhe vet urdhri nuk bazohet në asnjë udhëzim. E ke udhëzimin e nderuar. Mos përhapni kot disinformacion se mirë është i themi gjërat siç janë. Tani hajde diskutojmë. Nëse do të referohemi urdhrit të drejtorit policisë shtetit, bazohet në ligjin për policinë e shtetit, që tregon thjesht detyrat funksionale të drejtorit policisë shtetit, është i bazuar në kodin rrugor, i cili nuk e ka të përcaktuar në mënyrë të detajuar se si është rregulloria për funksionimet Kemi ta diskutojmë. Po, dhe treta është e bazuar në VKM numri 153 të vitit 2000 që përcakton disa rregulla të funksionimit të këtij. Edhe një herë dikush tjetër, është VKM e vitit 153 e vitit 7/4/2000 dhe kemi her pas here e ndryshuar e azhornuar. E fundit është në vitin 2021 që ka futur termin patina. Jo, këtë 2024. Është tek mjetet me pedale në nenin 52 me disa tek VKM-ja është në nenin 324. E lëm VKM-n. Po flasim VKM sepse aty po bazohet. Mjetet me pedale. Komplet procedura që po ndigjen nga policia e shtetit është e bazuar në VKM numri 153. Jo vetëm ajo. Ke nenin 10, 11 nenin të ligjit si shkollë juridike. Ligji 82/2024. Ke ligjin administrativ, ke nenin 201, ke 102, ke nenet e kodit rrugor. Nuk po e kundërshton atë. Jo, po e kundërshton se e bëni kështu. Në keq interpretim, pra do me thënë, flasim, ja të sjaroj unë, cili është keq interpretimi, flasim që pse u blok, tani diskutimi duhet bërë, a u bëm mirë që u ndalua në rast parë, që është marrë ky vendim që t'i heqim nga rruga për momentin,
gjë e parë. Hajde diskutojmë a është gjë pozitive apo gjë negative. A ka dhënë efekt apo jo? Po të më pyetësh si specialist i qarkullimit rrugor ditë të them. Nga dita që është marrë vendimi që do ndalohet përkohësisht pezullimi dhe qarkullimi i kësaj kategorie, në rrugët e kryeqytetit dhe në rrugët e Shqipërisë nuk kemi asnjë ngjarje rrugore deri më sot që është ora 21:29 minuta, asnjë ngjarje rrugore, patinat elektrike. Mos të harrojmë që kishim mesatarisht 1.5 deri në 2 ngjarje rrugore në ditë në lidhje me patinat elektrike. Mos të harrojmë që krahas këtyre kishim në ngjarje rrugore të patinave elektrike ku nuk referoheshin as në spital, por dëmtoheshin dhe shkonin në banesat e tyre. Po sikur të jeshim makinat fare, s'do kemi asnjë evident. Jo, ja bën përgjigje. Jo. Bile su po të them në shtëpi, s'do kemi asnjë problem. Absolutisht. Ja ta them unë pse. Sepse atë makinën unë dita kontrolloj. Kam të gjithë mekanizmat e kontrollit, të lutem, dita kontrolloj mos si strukturë. Të lutem, kontrollon policia. Asgjë s'kontrollon. O zotri. Asgjë unë kam besim te Gerardi. Po ku kontrollon se shpaj kaloj një makinë si bicikletë. O Erion, edhe një herë të lutem. Ajo se di fare që ka ligjin. Të lutem. Edhe kontrolli teknik është një herë në vit. Një herë 2 vjet. Një herë në 2 vjet, Dhe për autobuzat dhe për taksit 6 muaj. A mund të themi që kemi siguri dhe tek këto? Të lutem, të mos nuk është çështja për ndihmuar. Jo, një sekond se e kam me Vjerdën. Tani, se këta thonë që s'ka asnjë defekt, paneli. Po në fakt, disa njerëz nuk ka vajtur dot në punë. Po absolutisht po mundi. Pa është defekt ky, është një problem. Tregoj vetën. Se nuk është vetëm aksidenti, por është dëmi ekonomik. Ta tregoj vetën, në Itali e banen kaskën e detyrueshme, siguracionin e detyrueshëm dhe të kesh patent dhe monopatinin e regjistruar. Ndërsa për fëmijët nga 16 vjeç deri në 18 që janë pa marrë atë, do jepshin një provim për rregullat e qarkullimit dhe lejohen në Itali. Po ja pse se bëjnë këtë? Ju lutem. Nuk e di se Ju lutem. Ligj ma denigrus rrugor që ka Shqipëria, sepse ti për shembull je në motor, nuk e ke kaskën, të vën 30.000 lekë gjob. Ku ka një shtet në botë që të vën ty 1/3 e lekëve që ke fituar gjithë ditën gjob sepse ti nuk ke kaskën? Ma thuj ti mu, po ku ka? Ta them se vjen ajo, sepse po përplasë kokën, jo, jo një sekond, po përplasë kokën në trotuar, e para punës i kushton vetes, i kushton familjes, i kushton dhe shoqërisë. Një sekond. Të familjes time. Jo, edhe shoqërisë, edhe mua më kushton. Jo, se kur më zë vendi në spital, për shkak të budallokut, jo, po se ti. Ti s'do të vësh kaskën? Flasim me Rama se mund të knoj Po, debat, po bëjmë debat se si gjenë qenë. Tani, me motor. Dhe e kam zotrin mrapa, gruan, fëmin të mrapa, pa kask, duhet ma heqin patentën, vlla. Realisht ta them. I kanë hequr, o Gerard. Unë jam përgjec për personin që kam mrapa. Po në qoftë se unë në 40 gradë si bani këtë verë, nuk e kam kasken, dhe më del një polic që ka një jelek, që nuk dihet se për çfarë ka vu, dhe ai që u ka dhënë policëvat jelekun në 40 gradë është në burgsat. Se nxjerrin kështu ligjesh pa që ta thash vetën dhe të vën 30.000 lekë gjob që ti ke punu gjithë ditën, por nuk ka normal më burr. Shife ligjet e shtetit janë për t'i bërë jetën sa më të këndshme ose sa më të rrjedhshme qytetarëve të saj. Jo me çel ligjet denigruese mo. Që ti shkon në shtëpi ke punu gjithë ditën ndërtim, je duke ardhur ku ti për 1 milion arsye se ke vu kaskën dhe të vën 30.000 lekë gjobaj. Qoftë me kalumet ku që janë 300.000. Jo do ta kundërshtoj, shiko, të lutem. E para njerë kodi rrugor joni, unë e them me bindje të plot, është nga më të mirët që është në Europë. Të lutem, të mbaroj. Në Europë, në ti marro. Ju dëgjova. Në Europë, 15 ditë kam Tiranë, 15 ditë kam në Europë. Ju dëgjova. A unë veta në Europë, a s'ka birë nane që u të në për Europë. Ju dëgjova. Po më dëgjova, po nuk më njihni sepse po të them dhe unë sa kam udhëtuar në Europë. Do vi pi kafe për çdo ditë me ty për si burri në Rumë. Do ishte kënaqësi. Po flasim për fakte. Do ishte kënaqësi për mua. Po ta mbaroj pak. Ta them vetëm që e kam përshëtit me ditë për ditë. Në Gjermani, në Austri, në Itali, në Francë, asnjë njeri nuk i vete në mendja të mos vëri kaskën kur dal me motor. Se po e vën me bicikletë, të lutem. Asnjë njeri nuk del nga shtëpia pa e vendosur. Jo 40, po 140 gradë jetë. Është një ligj i vendosur dhe ai e zbaton ligjin deri në ekstrem. Ne shqiptarët nuk e duam ta zbatojmë ligjin. Po më mos të lutem. Do të pra vetën vetë. Dgjoj, do më vrau në vetë. Do të ishte më ndershme. Po s'të lëm ne apo? Po jo me motor. Ore ma lënë motor. Të lëm ta jap një ironi. Ore do më vrau në vetë. Nuk më ka plumi mirë dhe shpëtoj. Mos shkoj vetëm për të tanti vrasit në burga. Ka qenë më përpara kështu. Unë është një gjë. Në qoftë se pasagjeri
ose pasagjerë në makinë, pasagjerë mrapa, nuk kanë ripin, nuk kanë kasken, ma hiq patentin, realisht unë jam përgjec, duke gra mjetin, për jetën e pasagjerit. Po unë për veti, me mhek mu 1/3 e rokës, për qanë të gjana më burra, aman më burra. Ku i gjani këto më burra? As një gjob nuk kam hangër në Itali, në 26 vjeç që kam jetu, nuk kam hangër i gjob tjilë që kam hangër në Shqipni, dha. As një. Po allu griti herën që... Do me thënë, realisht nuk e kishe kaskën, kjo është ideja. Jo, po nuk e ke mos... Kaq, baroj! Zotria baroj! Po si që nga marrem? Jo gjithmona gjaj dunë për me ba gjani drunë, zotni. Në 20 gradë nuk vehet, po të thamë kaska veta në për qytet më bu. Po nuk vehet më bu, po du me fry unë kokën time më bu. Arbista, Gerardi kundër Po nuk ka normal më burën të të shkon si logjik, po mirë, në qofse do vepronim kështu pastaj si nevoj për ligje. Po una që kam rogën më i shkreti, po që të bëj vetën të ne? Jam dakord me atë, po ta dëgjojmë çik. Në logjikën që po thoni ju, flasim me logjikën që po thoni ju, si pas vëndit bëhet kuvëndi. Kështu po thoni. Pra, është vap, nuk e vendosim. është shi, do e vendosim se të mos në lagë. Këtë po thoni. Ja, unë se vas për shi, të kemë mundësi, unë se dhe farë kasket. Realisht, të përvesë rrugë pra, është shi, e vendosim se nuk në lagë. Në për qytetë nuk ishe vu farë. Më thatë për Italin. Morët për referencë Italin. Në rast jo preferencë, po? Referencë, jo preferencë, për referencë. Nuk e vend kaskën? Në rast se nuk e vendos kaskën, 2 herë. Ja. Po të them ja. Jetoj vetën, jam qytet. Po mund të jetosh vetë. Unë kam... Je kemet një gjumë në kam jetu më dhe, kam 27 vjetë, edhe patentën e kam italiane. Nuk ma të regot do t'i mundë. Të lutem, edhe njerë, shiko, unë e thaj mos dizinformoj, thaj zotris. Edhe njerë, po ka po, mos dizinformoj. Në Itali nuk të gjenë gjamë. Google dhe shikoje. Google dhe ti, Google dhe shikoje. Por thëm ujku ti më thumu Google? Jo, edhe njerë, po. Më ujku, njëtoj atje po të them. Sepse, po ta them. Zotri, po jetoj atje mor, është bardhën zes, Shqipen e kam shumë me lekuendë. Unë jetoj atje. Se vë 2 herë kaskën, nuk është të vërtet. Ja dëgjoj atë më ta mbaroj. Të lutem më nderuar. Ajo kamet një gjumë. Ta mbaroj ai pastaj mbaroj ti. Kjo ai kamet një gjumë. Po çfarë do rregull tani po e kundër. Po ndryshe po them. Tani pastaj i ke mësuar ato polisa çik kështu alla shqiptarçe. Edhe një herë. Ka shumë rregulla ndër. Fatmirësisht, si puna juaj, ne nuk rrim shumë se ne jemi të punësuar tu dhe nuk shkojmë aq shpesh në Itali, por sa herë që vemi, na lidh puna, mua personalisht nga lidh puna që të komunikoj me kolegët tanë dhe të siguroj që ato informacione që i marr mundohem ti dedikoj dhe ti transmetoj edhe për qytetarët tanë, sepse realisht ju nuk marr vetëm aty referencën, por marr referencën dhe Greqinë, që ditë të them që për alkoolin është bërë 2.000 euro masa administrative në Greqi, dhe në rast se përsërit herë të dytë hiqet fare, të lutem. Italia ba me burg me kanë bërë zero. Pra, do me thënë ti po thua anarshi. Unë po kuptoj që ty asnjë ligj nuk të pëlqeka dhe ti thua hajde bëjmë anarshi, mos respektojmë asnjë ligj, asnjë kod, po ti bëjmë nenet. Për i sigurimi 1.000 lekë të reja, duhet përdor alkoolin timon. Dhe ai është ekspert, nuk flas dot para ti në lidhje me. Dhe pini një kafe Corretto Belis, Corretto Sambuca. Dhe ti nalesh dhe të heqin patentën dhe shkon në burg dhe ty të duket normale kja? Du me qenë anarshist, po automatik ndorë me kërështëri. Jo, ndërruar, ti shpuni për shoqërinë, më. Po nuk ka normal, po një kap alkohol në kafe dhe ti më heq mu patentën në fut në burg. Po më ndërruar, se të mjekës të lutem, të lutem, po qa po thuti më bu, po kjo po në na shkatru tjetër më me këtë ligje, po të përtohe më bu, na shkatru tjetër me këtë ligje, po na bani Shqiprinë, si pas mjekve, ajo tekja e rakis, nuk është teke, pash një tap, afja që në Corretto, po i lave dhamp, me listerik në mjes. Dhe të doli këtë dera shpiz, polici, listerinat, jep ty alkohol. Dhe të iksh në burg. Dhe analizat për përshpen të urinës dhe gjapët do të zerën të nga burgu pas 6 mujtve. 6 mujtë të hesh nga gruja, nga fëmija, nga nana, nga papa. Dhe i një shtetë denigrus me këto ligje. Neve. Po mi më ti po thua Europën, po merë Europën për Europa ka 0-11, më 0-13. Europa 0-11 ka Europa. Italia tani e ka bërë. Po ligje ka Italia jeni ju denigrus. Nese ka Italia, nuk e komandon do Italia. Ti nuk duhesh me batë, ka për Italia së bënë të lutem, nuk e komandon do Italia. Ti duhesh me batë ligjin matë mirë të zotërisë, të lutem, italistë, të gjermanistë. Të lutem, nuk e kam atributin që të vendos ligjet në Itali. Nuk e kam këtë kanë zero sot janë Polonia, Hungaria. Italia ka batë zero. A mundem? Në mundesh sa dush, Italia ka batë zero. Hungaria, Çekia e kanë bërë zero. Italia nuk e ka zero, po nuk e ka zero, pra nuk fut në burg me zero, përse 0-1. Jo, zotri. Po të me ka zero, po jo, pra nuk e ka... Jo, ka bërë, në qofë se ti në aksident, të lutem, po. Do në thirë shë dhe herë? Ore, po të me vunën shokën tim në branga, po të them tani. O tani, po më leni më burë të mi kurseni. Italinë më kurseni. Irani se s'ka fol fare.
Jo, thjesht se po kalojmë në një ditë tjetër që në vetë jemi duke kundërshtuar. Janë afuaj një gjë të tillë për shembull. Ky grumbulli që u mblodhi këtyre monopatëve që nuk kishin titull pronësie, ku shkoi? Janë të gjithë... Po pse e pyet atë më pyet mua për këtë se i kam bllokuar unë Ornela. Po nuk ka ku shkoj, ja ta them mua. Janë akomoduar pranë ambienteve të Komisariatit Policisë Rrugore Tiranë, të gjitha këto mjete janë evidentuar me numër serial se kujt i përkasin. Janë lagur në shi? Nuk janë lagur fare, mos keni merak për atë se i kemi shiqur, i kemi krijuar kushtet. Por mos u merakosin për atë, do të vi dita, mbas 30 ditësh do t'i rikthehen gjithë zotruzve ligjor të atyre. Jo, nuk do të jenë në rrugë. Jo, pra, nuk do të jenë në rrugë, mos i ngatrojmë gjërat. Po, atëre, ju keni grumbulluar ata protestusit që do të pa e ditur... Kemi ndaluar të gjithë ata që kemi konstatuar dhe vazhdojmë të ndalojmë edhe tani para 20 minutash kemi rast të konstatimi sërish të patinave që qarkullojnë në rrugë dhe kemi bllokuar, po natën, tani. Me arsye timi... Gerard, kam një pyetje shumë interesante, ju lutem, si gjumon polici këto monopatët? Me vrap? Jo, nuk vrap për policia, nuk arrin dot, se kanë shpejtësinë arrin 120 km/h. Nuk kemi policë që të arrin 120 km/h. Fatkeqësisht nuk e kemi. Do donim t'i kishim, por nuk i kemi. Pra, me mjetet, me motomjetet, sepse ndalojnë. Këtë po të them tani, këtu po ja përgjigjet asaj që thoshin që jo kanë... Arsyeja që po ndalohen që përcaktohet dhe në proces. Siguria rrugore. Jo, nuk e keni këtë. Siguria rrugore, rrezik, po e kete pikë parë. Tani, shumica e policët kanë shënuar atë që nuk justifikon pronësinë. Pra atë do të më thuash. Po, është dhe ajo një ndër pikat, pra ajo është pikën kur të rëheqim. Të lutem, e pikën e parë, ke lexuar? Lexoj pikën e parë dhe thot ndaloni për arsye se jeni shkelur, jeni konstatuar duke shkelur rregullat dhe duke bërë rrezik. Në asnjë rast nuk është përcaktuar. Mendoj se është pika më e parëndësishme për të diskutuar. Jo, është shumë e rëndësishme. Të lutem, pika më e rëndësishme. Unë mendoj, ne duhet të bëjmë rrugë. Çfarë eficiencë ka dhe çfarë deficiencë ka këtu? Hajde diskutoni për këtë. Hajde diskutoni çfarë eficiencë ka dhe çfarë deficiencë ka. Mos diskutoni si e ndalova, si e bllokova, se nuk është ajo tem për të parë qytetarë si e kam ndaluar unë patinën elektrike. Ç'është është çfarë efekti ka për patina në rrugë? Mos diskutojmë, mos e kam. Unë graj makinën, graj edhe motorin, po s'graj monopatinin. Jo, edhe një herë, këtë pra po të them. Tani hajde diskutojmë. Po kur ta diskutojmë si të keni natë, po si ta keni çuj mujt punë. Diskutojmë çfarë duhet bërë. Po do të diskutojmë me grupet e interesit. Edhe unë jam dakord me ty që duhet të ketë një kufizim moshe që të qarkullojnë. Totalisht jam dakord. Jam dakord me ty që të në thelb ne bim dakord, unë me pyetën time mua. Problemi është se vendimin, para se më marr vendimin, jo dash me fol me grupet e interesit. Edhe një grupet e sa po duhet. Në gjallë çam ka nderuar. Siguria rrugore do të thotë dalim me një siguria rrugore. Siguria rrugore. Ai dini që është siguria rrugore. Siguria rrugore. Siguria rrugore ka inxhiniera për sigurinë rrugore dhe për tabelën. Po, ka ekspert. Bravo. A di sa tabela ka Shkodër Velipoj siguria rrugore? 193 tabela vlla. Nuk i mund t'ja lash ati. Ky është zanatia, ti vëni marsi. Ti e nxjerrë urtë shteti. Është eksperti. Jo, je gabimenti pronari i rrugës i nxjerr rregullat. Policia rrugore është vetëm zbatuesi i rregullat që vjen pronari i rrugës. Pronari i rrugës, po, për qytetin është bashkia dhe për interurbanët është autoriteti rrugor shqiptar. Ai është pronari i rrugës. Dhe në bazë të vendimet që dalin ata ne i zbatojmë. Po pra, i kishit këto dy vendime të këtyre ekspertëve të ty në klientëve. Edhe një sinjalistikë. I kishit po thema po jo. Më thep tabela. Po pra tabela. Ka një problem. Jo, është debat që ndoshta ka nevojë ta dëgjojmë njëri tjetrin. Tërim pak tek tema, përse e mbledhur. Neve, shiko, neve jemi në periudhën e fundit, pra shtator dhe mesit tetorit, ne në Europë jemi vendi i 5 që marrim në mënyrë të tillë ndërprerjen me një shpërndesë. Pra, e ka bërë pak më përpara Austria, e ka bërë Çekia, Franca e ka bërë? E ka bërë Çekia, e ka bërë Franca, nuk e di dhe ishte tjetër tash se më harova, dhe Austria e bëri... Si e kam bërë? Ja, në mënyrë të ndërprerje të menjëhershme. Pas rregull. Të lutem, po ta mbaroj, nga që jam në kontakt me gazetat, Ministri i Transporteve... Ka pas një rregullore dhe është shkelur rregulloria, dhe si pasojë ka ardhur masa ndëshkimore, bllokimi. Edhe një herë. Kurse në këtë rast kemi, dikush është... Ma le ta mbaroja. Me qënëse në Austri, debati nuk ishte më me drejtuesit e mjeteve, po ishte me këmbësorët në trotuar, Ministra Transporteve tha, ç'më duhet mua shqetësimi i këmbësorëve, po mua është më i rëndësishmi. Do t'i ndalojmë dhe brenda 25 ditëve do nxirrnin aktet ligjore dhe nënligjore
se kush duhet televizi. Këtu tani më ri. Stop. Këtu më ri. Dhe unë tani kam thënë personalisht. Austria e kemi marrë ne? Si? Jo. Nuk kemi akoma, prit. Aktet janë ato që do dalin në vazhdimsi se si do të operohet për to. Jo, më jo, për 30 ditë, jo vitin tjetër. Jo, vetëm diçka të sqarohet për qytetarët. Kur thoni nuk ka akte, po ju them që ka rregullat përcaktuara që duhet dalin me kask në Jo, e përcakton, në bazë të ligjit e përcakton këto rregulla. Unë kam thënë personalisht. Ja, unë si policisë rrugore. Mos u ndaluan të hënën. Po ju a tregoj. Urdhëro. Neni 324. Kanë marrë të kanë pyetur ty. Lexojeni dhe tregon që dhe përcakton. Dhe përcakton. Deri tani akoma jo. Çka ke klasifikuar? Dhe thot klasifikimi atëre nuk është nevoja që ta trajtojmë tani si emergjencë kombëtare, sepse po thot zotëria që për vitit 2021 e kemi pasur si shqetësi dhe ka pasur nevojë që institucionet të mblidheshin bashkë. Po patinat? Shumë mirë. Sa ditë kanë kaluar të ka rëndo një telefon për një konsultim? Deri tani jo. Deri tani jo, i kam thënë vetëm në media. Jemi në udhë për 30 ditë gati rregullore. Edhe njëherë, tani po më pyet mua për këtë. 3 pikë. Tani sa të fare për një shumë pyet mua. Okej, e kupton, tani të marroni, nuk e marr dot rolin. Kemi 2 vite dhe personave që janë përgjegjës. Ta sqaroj pa di thot se çështja kryesore është rregulloria. Gerardi thot, brenda pak ditëve, rregulloria do jetë? Po jo rregullore, pra do jetë përcaktimi, si do përcaktohet. Rregulloria. Ka pyetur ekspertët më. Shiko, un kam thënë Është grupin e punës. Prej vitit 2021 nuk mblidhen institucionet bashkë. Pra nuk mblidhen institucionet bashkë për diskutuar për këtë gjë. Po kalojnë një tender, mos po bëhet një tender. Base, që nuk e dina sa vizitë. Atëherë, më falni sekond. Okej. Udhëzimi, zbatimi i ndalimit të qarkullimit të këtyre mjeteve të përcaktuara në pikën 1 të këtij udhëzimi do të bëhet për një periudhë të pacaktuar. Deri në rregullimin, në rishikimin e kuadrit ligjor. Po, sa kodoja, kjo është pika themelore. Tani është problemi. Po pse duhet ta trajtojmë si emergjencë kombëtare ku e kemi për vitit 2020 që është shqetësim? Jo, një minutë. Ke shkelur rregullin e emisionit. Shiko. E kupton masën dëshkimore? Merret dhe të futet në xhep. Unë jam një person privat, i cili më ka ndihmuar media gjithmonë që i kam dhënë mendimet e mia si profesionist. Unë për shumë për këtë çështje konkrete kam bërë 3 propozime direkte që nuk ka nevojë për shumë mendje. A ishte nevojshme që mosha 16 vjeç minimum, e dyta të jenë të pajisur me minimumin po themi AMS, pra kategoria për ciklomotor, që është një mini shkollë, të mësosh tabelat, dhe treta që është puna për mua më e vështirë, dhe që kjo ka të bëj me pushtetin vendor, rrugët ku këta duhet të qarkullojnë. Sepse unë nuk jam i mendimit që këta duhet të jenë në rrugët që ecin automjet. Dhe që i bie që ose të kemi asnjë qytet që ka këto rrugë. Pra në asnjë qytet të Shqipërisë nuk mund të lëvizje. Po këtë e kam thënë prapë, që gjërësia e korsive nuk mund të jetë e njëjtë me ato që janë sot. Sepse 1 mjet që lëviz, sepse unë kam thënë dhe shpejtësinë që duhet lejohet maksimale. Të ndërtojmë qytetin nga fillimi. Për mendimin tim. Shiko, ka... Po se tani në qoftë se ne do... 25 km në qytet? Po ku? Me monopati. Me monopati. Monopati në gjithmonë po flasë. Edhe në qytet me 30 po flasë monopati. Se i referohet mjeteve me pedal. 0,25 kW, që është ekuivalente me 25 km/h. Veturat ne kemi më të ulët në Europë, që gjithë Europa e ka 50, nëse kemi 20. Tu jam dakord me zotrin, 25 është jetë maksimum. Për fund botë. 110 kam parë, e kemi video, e kemi filmuar 110 me interurban. Për vëndqen tonë në mesazhin tonë. Është gabuma. Atere. Ne nuk mund të eci një automjet me gomë kaq 70 km/h. Më vjen mirë se erdhi në ato ide të mia. Unë isha në ato ide tuaja. Arbis nuk kemi kohë. Thjesht mos e na lë. Vëndçja ime është mesazhi im është për policinë. Vëndçja për policinë e shtetit është që të paktën mos u marrin lekët e parkimit atyre të shkretëve. Sepse ja nuk i gjen të zmontuar. Ja 30 ditë. O kjo pjesa tjetër. Nga sa është ajo fatura ditore e parkimit? është ndalim provizor pas ja ku kemi ekspertin këtu. Nëse kemi është mas administrative. Po si ja keni bllokuar pra? Po si ja keni bllokuar? Jo mas administrative. Ja keni bllokuar me mas administrative. Është mas
Po e keni në proces verbal. Edhe njerë, që të marrësh... E keni në proces verbal që është mas administrative, dhe nëse ju të marrë 30 ditë është mas administrative. Të lutem. Ja, eksperti thot blokimi jam kundër. Jam kundër. Doje vëndshen tënde dhe e kalon direkt të Gerardi. Pra vënd që ime ka të bëjmë ti kursejmë qytetarëve parat dhe të arikthejmë dhe nëse nuk e kanë atë faturën. Tani, qytetarët të cilve ju është blokuar patina elektrike dhe gjëndën pranë ambjendeve të komisariatit policisë rrugore Tiranë apo në komisariatet e tjera në përrethe, në momentin që do të vinë të tërheqin mjetin e tyre, nuk do të kenë asnjë sankcion ekonomik shtes, nuk do të paguajnë asnjë faturë ekonomike. Po së doli, përdor një video në Gerardit edhe merë një autopisë. është keq informim që bëhet dhe nuk ka asnjë sankcion plotësues. Vëndsja? Mua mu plotësua dëshira, por shumë urgjente është aktet ligjore, sa më shpejt jetë e mundur, për përcaktimin e saktë të kësaj pune. Jepi Vëndshen? Për mu, policia rrugore shqiptare ka ligjet ma denigruese që mund të kemë pak... Po referencat i merë në Itali? Por da? Referencat i merë në Itali? Po jo mërë zëtë një se kam shku vetën dhe në... Referencat në Itali së të lënë zero dhe është denigruese Shqipëria. Tani, e ka në zero Italia. Nuk paron me Italia është të ordinar që kam su gjithë botën me vjallë. Po dit po të rëgoj diçka, ki pa polici që më thejnë më sferrave për me dalë me tabel? Po tjetër, po tjerë unë video tani, hajte kur dalë të jashtë. Po në vend ordinar si Shqipëria më? Gjermani ke, po, në Itali, që po thuti. Në Gjermani e ke... Se jemi, Arbis jemi live. Po, oke. Po, nuk ka gënjur Gerardi, unë kam Gerardi Paka. Për të që po të tem. Në asa ashtu do e tua Shonelis pastaj që kishte të drejtë zotëria. Unë jam shumë i gëzuar për këtë diskutim që po bëhet, se është një diskutim që mendoj duhet të filloj diskutimi për rregullin. Pra por, kur filloj diskutimi për rregullin, unë jam... Ku dore në çorape, shqiptarë... Nuk ka kohë të lutem Vëndshen tënde dhe e mbyllim. Jam për diskutimi për rregullin dhe jam që të vihet rregull. Rregulli ndonjëherë vihet në mënyrë të prerë, pra në mënyrë të beft, pra duhet vënë, sepse një ditë sikur të kalonte më tepër, aksidente do shtohen, ngjarje do shtohen, kështu që unë jam pro rregullin. Por jam pro krijimi të grupeve të punës sa më urgjentisht. Kurse ajo që doja të thosha në formën e një Vëndshe është që për çfarë do lloj problemi që keni në jetë, për çfarë do lloj shqetësimi, ju mund të drejtoni te klinika Kate. Në kuptimin fizik të fjalës. Sepse i vetmi njeri që s'bën shaka me këto gjëra është doktor Skerdi. Po, Biles kishte nxjerrë dhe njoftim për punë. Ka nxjerrë njoftim për punë. Pra Bilesat ata që duan punë mund të shkojnë te klinika Kate dhe mbi të gjitha kur të hyjnë te klinika e re dentare që është si ufologji atje, no i ngelen syt lart, kështu se kështu si ufologji, dhe ndonjë që mund të ketë probleme me këto përplasjet, patinat, kështu që mund të ketë ndonjë shqetësim, larg qoftë. Po, doktor Skerdi e bën si të rish. Shkojmë në klinikën më të madhe në Shqipëri, klinikën qeveritare që po i bën lobotomi gjithë popullit. Shkojmë në publicitet dhe me njerë ju pres në ndeshje në bardhazi me një tjetër panel, kuptohet duke falendëruar shumë dhe miqtan.